Thellë në Siberi ndodhet fshati më i ftohtë i botës ku temperatura -40°C konsiderohet e ngrohtë dhe -68°C e përballueshme. Jakutia mund të jetë një nga vendet më të acarta në tokë, por më mire njerëz vazhdojnë të zgjedhin të jetojnë atje, të mbështjellë me shtresa të tëra rrobash të nxehta dhe me çizme me pellush. I ndodhur në Rusi, vendi është tërheqës edhe pse për shumë njerëz, vetëm pak minuta qëndrimi atje do të ishin një ferr i vërtet. Një ditë normale për një banor të Jakutis nis me mbledhjen e druve që herët në mëngjes dhe ndezjen e zjarrit brenda në shtëpi. Këto të fundit shpesh janë të ndërtuara me pllaka betoni dhe supozohet se mund të përballojnë motin e të ruajnë sa më shumë nxehtësi që të jetë e mundur. Pa radiatorë apo ngrohës në horizont, shtëpitë duhet të ngrohen duke përdorur një sasi të madhe drurësh gjatë 9 muajve të acartë kur temperatura është shumë poshtë zeros. Por përveç ngrohjes së shtëpive dhe gjetja e ujit të pishëm është detyrë e vështirë. Çdo përpjekje për një rezervuar trajtimi të ujit apo për një sistem shpërndarjeje ka dështuar gjithnjë për shkak se tubacionet ngrihen menjëherë dhe mbeten të tilla. Uji nxirret nga akulli, bllokja e akullit priten dhe shkrihen në mënyrë që të sigurohet uji. Ushqimi në Jakuti është po aq i pakët sa edhe uji, pasi mbjellja e bimëve nuk është e mundur. Pjesa më e madhe e ushqimeve si lule shtrydhet apo produktet e qumshtit duhet të sigurohen gjatë muajve të ngrohtë të verës dhe të mbahen të sigurt deri vonë në dimër. Akullorja është sigurisht e preferuara në rajon pasi nuk shkrin asnjëherë. Peshku është ushqimi kryesor dhe pjesë e menus për pothuajse çdo ditë. Supa shërbehet shpesh në ditët veçanërisht të ftohta. I gjithë vendi është i bukur për t'u parë, por bëhet i rrezikshëm kur temperaturat bien. Çdo ditë me temperatura nën -55°C konsiderohet e rrezikshme dhe fëmijët nuk shkojnë në shkollë. Ndërkohë detyrat e përditshme si larja e dhëmbëve apo larja e fytyrës në mëngjes bëhen me ujë të akullt, e jo pak telashe ka edhe kur lind nevoja që të shkohet në tualet. Dhe kur del jashtë, nëse e ke lënë qoftë edhe një fije floku pa mbuluar, ajo ngrin menjëherë, ndërsa nga qerpikët dhe vetullat varen shpejt stalaktitë të vogla prej akulli.